Mirë se erdhët në Radio Ngjallja, sot do të flasim për një temë të vështirë por të domosdoshme. Parajsa artificiale dhe droga. Dua të flas jo si dikush që di gjithçka, por si një vajzë që jeton në të njëjtin realitet si ju. Kur dëgjojmë fjalën drogë, shpesh mendojmë: jo, kjo s'ka lidhje me mua, unë jam në kish, unë jam e fortë. Por droga nuk troket gjithmonë me fytyrën e frikshme. Shpesh vjen e maskuar si qetësi, si arratisje, si pushim nga dhimbja. Shumë të rinj sot janë të lodhur nga pritshmëritë, nga krahasimet, nga presioni për të qenë dikush që nuk janë. Dhe në këtë lodhje dikush u thot: "Merre këtë, do të ndihesh më mirë. Vetëm një herë, është për qef." Por ajo që nuk thuhet është se kjo parajsë është artificiale, nuk të çon lart, të zbraz, nuk të shëron, të lidh, nuk të jep liri, të merr vullnetin. Kam parë të rinj që kishin dritë në sy dhe e humbën, jo sepse ishin të këqinj, por sepse ishin të pambrojtur. Droga nuk fillon në trup, fillon në zemër, në një plagë që nuk u dëgjua. Dhe këtu dua ta them qartë. Kisha nuk është vendi ku shkojmë kur jemi perfekt. Është vendi ku shkojmë kur jemi të thyer. Krishti nuk friksohet nga errësira jon, ai hyn në të. Nëse je i ri dhe po dëgjon këtë emision, dhe ndoshta po lufton me diçka, dua ta dish këtë. Ti nuk je i humbur, ti nuk je i dështuar, ti je i dashur. Parajsa e vërtet nuk është një ndjesi e shpejtë, është paqja që vjen kur je në të vërtetë me Zotin. Si një varkë pa drejtim, ejani o mishemi në limanin e Zotit tim, atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim, atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Gjej, unë dua të vazhdoj aty ku shumë heshtin. Shumë herë, ne si shoqëri, flasim për drogën vetëm kur është vonë, kur ka shkatërim, kur ka humbje. Por, rrallë flasim për psen. Pse njeri kërkon të humbas vetë dijen, pse kërkon të mpi shpirtin, sepse ndonjëherë realiteti dhemb, sepse ndonjëherë vetmia është e padurueshme, sepse ndonjëherë njeriu nuk e di si t'i flasë Zotit. Droga premton hares, por haresa nuk shëron, vetëm shtyn dhimbjen për më vonë, më të rëndë. Kam dëgjuar dëshmi të rinj që thanë: "E nisa për qef, por përfundova rob." Por kam dëgjuar edhe diçka tjetër, më të fortë: "Kurash në fund, Zoti nuk më la." Dhe kjo është shpresa jonë. Jo se nuk bijem, por se nuk bijem vetëm. Në Kishën Ortodokse ne flasim për pendesën jo si turp, por si kthim në jetë, si ringjallje. Nëse sot ndihesh larg Zotit, nuk do të thotë se Zoti është larg teje. Një lutje e thënë me slotësh vlen më shumë se 1000 fjalë boshe. Mos kërko parajsa që të shkatërrojnë. Ka një parajsë që të pret, që të shëron, që të do. Dhe ajo ka emër, dashuria e Krishtit. Në librin e parë të shkrimit të shenjtë, në Gjenes, përshkruhet parajsa, vendi ku jetonte Adami me Evën, çifti i parakrijuar. Jo vetëm si vend ideal banimi, brenda në kopshtin e Edenit, por kryesisht një mënyrë jetese me 3 veçori: të vërtetën, dashurinë dhe lirinë. Dashurinë ndërmjet njerëzve, Perëndis dhe ambientit që i rrethonte. Lirinë në zgjedhjet e tyre, pa arbitraritet dhe me përgjegjësi. Atëherë kur njeriu deshi të bëhej perëndi, pa perëndinë e vërtet, humbi parajsën dhe u nënshtrua dhimbjes së prishjes dhe vdekjes. Që për ati momenti e deri më sot, njerëzit dhe kryesisht njerëzit e rinj nuk daluan kurrë se kërkuari parajsën. Do me thënë kuptimin e vërtet të jetës dhe mënyra të përjetimit të tij. Meqense parajsa e vërtet është larg dhe vështirë për t'u arrirë, ngeli vetëm parajsa e gënjeshtërt, parajsa artificiale e narkotikëve, të cilët krijojnë iluzione euforike, gjasme zgjerojnë koshiencën dhe e bën njeriu të ndihet përkohësisht i lumtur. Droga i jep zgjidhje të gënjeshtërt një problemi të vërtet, që është kërkimi dhe përjetimi i kuptimit të jetës. Por çfarë ndodh në të vërtetë me narkotikët? Ola, shpesh dëgjojmë historitë e njerëzve të shumtë që ran prej trafikantëve të lëndëve narkotike,
ata të cilët patën fatin e keq dhe u ngatruan në këtë rrjet vrasjellës të varësisë. Tregojnë përvojat e tyre të dhimbshme dhe konkluzionet që dalin nga përmbledhjet e tyre. Janë pothuajse të njëjtë këtë gjithë. Të gjithë përdëruesit e drogave të ndryshme beten përkohësisht të kënaqur dhe për herë të pakënaqur. Ajo që i shtyu të provonin ishte ose kureshtja, ose për të treguar guximin e tyre, ose u joshën nga të tjerët. Në një moment që u treguan të pafuqishëm, u mplekse në rrjetën e merimangës vdekjeprurse të lëndëve narkotike. Të gjithë, pa të vetmi përjashtim, u penduan thellësisht. Askush nuk mbeti i kënaqur nga lëndët narkotike, sepse kënaqësia ishte kalimtare, momentale, gati e çastit. Ecuria nga drogat e buta në ato më të forta është proceduriale. Ekzistojnë mendime se drogat e ashtu quajtura të buta nuk dëmtojnë aq shumë dhe se dikush mund të qëndrojë tek ato, pa kaluar tek të fortat, por këto mendime bien poshtë dhe refuzohen me ngulëm. Pasi studimet e kryera nga shkencëtarët specialistë tregojnë se një përqindje mjaft e madhe e përdorusve nuk qëndron tek drogat e buta, përkundrazi, shkojnë shumë shpejt tek të fortat. Varësia nga lëndët narkotike është përvoja më e hidhur e narkomanëve. Asnjë përdorues droge nuk ka mundësinë e zgjedhjes. Kur hyn në rrjetin vrasjellës të narkotikëve, pësojnë sindromin e tërheqjes. Çdo herë që guxon t'i thotë jo dozës së tyre, sindroma e tërheqjes është një tërësi simptomash të dhimbshme që ndjen përdoruesi kur privohet nga droga. Nëse do të pasojë terapi e rrept dhe specifike, rehabilitimi, bashkë me përvojën e tij të fortë, ka një farë shprese. Të vetmit që dalin fitimtar nga kjo gjë janë prodhuesit dhe tregtarët e vdekjes së bardhë. Njerëzit mizor të kësaj bote që shpikin metoda nga më të ndryshme për të joshur fëmijë të pafajshëm dhe për t'i zënë në rrjetat e tyre me qëllim pasurimin dhe fuqizimin e keqbërësve. Gjëja më e keqe që bëjnë është se detyrojnë përdorues të pafajshëm të bëhen bashkëpunëtor të tyre. Përfitimet janë gjithmonë për tregtarët dhe prodhuesit e narkotikëve, ndërsa përdoruesit janë gjithmonë të dëmtuarit. Shëndeti i të gjithë atyre që provuan drograt është dëmtuar rënd dhe nuk rikuperohet. Imuniteti i trupit bie e organizmi shfuqizohet dhe bëhet delikat përballë çdo lloji sëmundjeje. Këtu na duhet të theksojmë, edhe pse nuk do të zgjerohemi shumë, se lëndë që krijojnë vartësi tek njeriu janë gjithashtu duhani dhe alkooli. Ndoshta asnjëra, as tjetra nuk të çojnë kaq shpejt drejt vdekjes, por lëndët e tyre toksike nuk pushojnë së krijuari vartësi tek njeriu. Është e ditur tashmë se vartësia nga lëndët narkotike është shumë më e fuqishme se vartësia nga duhani ose alkooli. Prandaj, ndërprerja e duhanit dhe alkoolit mund të bëhen nga vetë personi, ndoshta dhe pa ndonjë terapi, por drogën askush nuk ka arritur ta ndërpresë pa ju nështruar terapive rehabilituese që shpeshherë janë të mundimshme dhe jo gjithmonë të suksesshme. Jeta e të varurve nga droga i ngjan një fushë me mina. Ai që konsumon lëndë narkotike është sikur të ketë shpërndar mina në jetën e tij. Drograt janë mina, hedhin në ajër kudo që i prek. Përdoruesi i drogës kërcënohet vazhdimisht nga vdekja e parakohshme, sepse siç vërteton vetë jeta e përditshme, ky është përfundimi i shumicës prej narkomanëve. Pyetja torturuese për secilin prej tyre është nëse janë ata viktimat e radhës dhe se kur do të vi momenti i fundit i jetës së tyre, i cili mbetet i panjohur. Ola nuk mund të lë pa përmendur këtu se fakti që një njerish narkoman ka pasoje tragjike për familjen e tij. Shpeshherë nevoja e përdoruesit për të gjetur shuma monetare për blerjen e drogës e bën atë të kryejë vepra që mund të përndiqen penalisht. Familje të shumta shkatrohen dhe problemet duken të pakapërcueshme. Nuk është vetëm personi që dëmtohet, por është dhe familja e cila shkatrohet si nga ana emocionale, ashtu dhe nga ana ekonomike. Vlen të themi këtu se asnjëherë askush nuk ishte pro hapjes së lëndëve narkotike, përveç atyre që u pasuruan nga tregtimi i tyre në kurrizë të njerëzve të tjerë. Armiqtë dhe dënuesit më të mëdhenj të narkotikëve janë vetë përdoruesit e tyre. Të gjithë ata që e provuan lëndën narkotike u bën armiqtë e tyre të betuar. Pse vallë? Ja pse. Ata duke kërkuar kuptimin e vërtetë të jetës, në vend të parajsës gjetën ferrin dhe ngrejnë zërin e tyre me dëshpërim. Kjo varke mjere shpirti tim, e ture vrare
jetën për shpëtim, hetur e vrare dërmuar, drejt imanitën për shpëtim. E janë o miqtë e mi në imanin e Zotit tim, atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Detyra jona është t'i dëgjojmë, t'u tregojmë mbështetjen tonë, duke marrë mësime përkatëse nga të gjitha këto gjëra. Parajsa nuk shitet as blihet. Lumturia e njeriut është një gjë e mirë që nuk gjendet në përtregje. Zgjidhjet e problemeve nuk vijnë nga njerëz të huaj, që premtojnë zgjidhje automatike të tyre, por vijnë nga vetja jonë. Parajsa nuk gjendet tek uni, por tek shoqëria. Njeriu e gjen lumturinë dhe zgjidhjen e problemeve te bashkë njeriu që e do, tek dashuria me gjinin tjetër, te miqësia, te familja. Kisha pra, na këshillon të duam veten tonë dhe të afërmin tan, t'i largohemi parajsave artificiale, të sajuara nga të tjerët. Njeriu thirret të zgjedh mes parajsës artificiale të kënaqësisë momentale e të vuajtjeve të përhershme dhe parajsës së vërtet me lumturinë e përjetshme. Vetëm diçka duhet të ketë parasysh. Zgjedhjen ta bëj ai vet. Jay, sipas të dhënave ndërkombëtare më të fundit për vitin 2025-2026, rezulton se miliona të rinj në botë janë përfshirë në përdorimin e drogës që në moshë shumë të re. Vetëm në grup moshën 15 deri 24 vjeç, statistikat tregojnë se një përqindje e konsiderueshme ka provuar të paktën një herë substanca narkotike, dhe shumë prej tyre kanë kaluar nga provimi në varësi. Në Evropë dhe Ballkan, përdorimi i kanabisit, substancave sintetike dhe ilaçeve pa recetë është në rritje tek të rinjt. Shumë prej tyre e nisin në moshë shkollore, pa e kuptuar se truri dhe shpirti i tyre janë ende në formim. Por statistikat nuk janë thjesht numra, pas çdo shifre fshihet një fytyrë, një djalë, një vajzë, një familje që vuan. Droga nuk shkatëron vetëm trupin, ajo shkatëron mendjen, vullnetin, marrëdhëniet dhe mbi të gjitha lidhjen e njeriut me Zotin. Shumë të rinj që bien në këtë rrugë përjetojnë ankth dhe depresion, humbje të kuptimit të jetës, izolim nga familja dhe shoqëria, largim nga kisha dhe lutja. Edhe ajo që është më e dhimbshme, droga u premton qetësi, por u jep robëri. U premton lumturi, por u jep zbrasti. U premton parajsë, por i çon në errësirë. E megjithatë, kjo nuk është fundi i historisë, sepse aty ku njeriu thot, nuk ka më shpresë, Zoti thot, unë jam këtu. Kisha ortodokse nuk e sheh të varurin si të humbur, e sheh si të plagosur, si dikë që ka nevojë për shërim, jo për dënim. Shpëtimi nuk vjen vetëm me forcë vullneti, vjen me pendesë, me lutje, me bashkësi. Në kish njeriu mëson se nuk është vetëm, nuk është i refuzuar, nuk është i padenjë për dashurinë e Zotit. Rrëfimi është hapi i parë drejt çlirimit. Kungimi është ushqimi që forcon shpirtin. Bashkësia e kishës është familja që nuk të lë vetëm në luftë. Shenjtorët tanë na tregojnë se dhe ata që kanë rënë thellë janë ngritur lart, jo sepse ishin të fortë, por sepse ju dorëzuan Krishtit. Prandaj sot kjo është thirrja jonë. Nëse je i ri dhe po lufton me drogën, mos u fshe, mos ki turp, mos mendo se është vonë. Eja në kish. Fol, çaj nëse duhet, por mos ri vetëm. Nëse je prind, mik ose vëlla, mos mbyll syt. Dashuria shpëton më shumë se heshtja. Parajsa e vërtet nuk gjendet në substanca, gjendet në Krishtin, në jetën që ai jep, në paqen që nuk shkatëron, por shëron. Zoti nuk heq dorë nga asnjë i ri, dhe kisha është këtu si nën me dyer të hapura. Dalgët e jetës ime, të gjeta ty o Zoti, mi praktisur i haruar, si një varg të padrejtim, mi praktisur i haruar, si një varg të padrejtim. Ka një shenjtor në kishën ortodokse që historia e tij flet fort për të rinjtë e sotëm. Quhet Shën Mojsiu Etopian, i njohur edhe si Mojsiu i Zi.
Përpara se të bëhej shenjtor, Mojsiu nuk ishte njeri i kishës, ishte i dhunshëm, i varur nga pasionet. Jetonte në errësirë, i robëruar nga dëshirat, nga alkooli, nga dhuna, nga një jetë pa kufi. Ai kërkonte një lloj parajse, në kënaqësi të thjeshta. Por ajo që gjente ishte vetëm boshllok dhe shkatrim. Një ditë i lodhur nga vetja e tij, Mojsiu u fshini në manastir në shkret të tir. Nuk shkoi sepse ishte i shenjtë, shkoi sepse ishte i thyer. Fillimisht nuk mund të rrinte në qetësi. Trupi i tij kërkonte zakonin e vjetër. Mendja e tij i digjej nga pasionet, errësira e së shkuarës e ndiqte. Por ai nuk iku. Me lutje, me agjërim, me lot, Mojsiu filloi një luftë të brendshme, jo kundër njerëzve, por kundra vetes së vjetër. Shenjtëria e tij nuk erdhi menjëherë. Erdhi pas disa viteve rënie dhe ngritjeve. Dhe ajo që është më prekse, Mojsiu u bë stre për të tjerët që luftonin me varësit. Ai nuk i gjykonte, sepse e njinte errësirën. Në fund të jetës, shën Mojsiu u martirizua duke zgjedhur të mos largohej nga manastiri, por të qëndronte me vëllezërit e tij. Ai që dikur kishte jetuar për veten, tani jepte jetën për të tjerët. Historia e tij na mëson diçka shumë të fortë. Nuk ka errësirë që pendesa të mos e shndrojë në dritë. Nuk ka varësi që Krishti të mos e thyej. Nuk ka njeri të humbur për gjithmonë. Shën Mojsiu nuk gjeti parajsë artificiale. Ai gjeti paqen e vërtet, dhe ajo paqe ishte Krishti. Ndoshta po na dëgjon tani dhe mendon se kjo temë nuk ka lidhje me ty, ose ndoshta ka shumë. Ndoshta po lufton me diçka që askush nuk e di. Një zakon, një varësi, një dhimbje që po përpiqesh ta mpish. Dua të them, ajo që po kërkon nuk është droga. Është paqja, është pranimi, është dashuria. Dhe asnjë substancë nuk mund ta jap këtë pa të marrë gjithçka tjetër. Nëse je rrëzuar, nuk do të thotë se je i humbur. Nëse ke gabuar, nuk do të thotë se je i padenj. Nëse je i lodhur, nuk do të thotë se je i dobët. Do të thotë se je njeri. Krishti nuk të kërkon të jesh perfekt. Ai kërkon të jesh i sinqert. Të thuash, nuk po ja dal vetëm. Dhe ai vjen. Jo me zhurmë, jo me dënim, por me dritë. Mos kërko parajsa që të shkatërrojnë. Ka një parajsë që shëron, një parajsë që fillon këtu, në këtë moment, me një hap të vogël drejt Zotit. Nëse sot ndjeve diçka në zemër, mos e mbyt. Lëre të flas, sepse ndoshta nuk është faji, është thirrja e jetës. Zoti është më afër se sa mendon, dhe kisha ka dyer të hapura për ty. Mos u dorëzo. Jeta jote ka vlerë dhe drita është ende e ndezur. Ejani o mishtemi në limanin e Zotit tim, atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Faleminderit që na dëgjuat. Nëse kjo temë ju preku, mos heshni, flisni, kërkoni ndihmë, kërkoni dritë. Zoti është jetë dhe jeta është gjithmonë më e fortë se errësira. Mirupafshim. Drejt limanit të për shpëtim, heture vrare dërmuar, drejt limanit të për shpëtim. Ejani o mishtemi në limanin e Zotit tim, atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim.